بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbur sa të sinë lënd humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë rrot parë që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk e lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeru, Allahu subhanahu wa taala agjerimin na këtë pranu, gjunat na këtë fal, na këtë liru pi zjarmi i xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema e sonçit inshallah taala që në këto minuta që do të jem zbashku do të jetë shtëpia muslimane në Ramazan. Shtëpia muslimane në Ramazan. Prej objektivave të agjerimit, apo me thonë, ju kthy atij titullit që e kem vendos kësaj serie të ligjëratave, agjerimi na mëson që ne shtëpitë tona t'i ndërtojmë në baza të shëndosha. Agjerimi na mëson që shtëpitë tona të kenë do të thotë të kenë pamje islame. Shtëpitë tona në to të frymon Islami. Të jetë Islami i dukshëm në shtëpitë tona. Dhe kjo është shumë më rëndësi në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Nuk do të thotë që veç në Ramazan me kuptu dikush që mu bo musliman të mirë Ramazan, dhe në bas Ramazanit, jo. Muslimani i mirë e ka dert edhe çdo herë ai është i kujdesshëm për me ndërtu familjen e tij mbi bazat shëndosha islame. Edhe Zotën e kem thonë dhe do të vazhdoj me thonë se për me shpëtu familjet tona, me shpëtu ato, pa tjetër duhet me i bo tërbije, me eduku në frymen islame. E vetmja rrugë që ka me na i rujt familjet, fëmijët tonë, familjet tona në përgjithësi, është rruga islamit. Çdo rrugë tjetër që njerëz kanë me zgjedh, kanë me dështu, edhe kanë me dalë probleme që s'kanë me mujt me i zgjedh ato probleme. Allahu te baraka wa taala në librin e tij famlart, një prej ajeteve që thot Allahu: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, afaman assasa bunyanahu 'ala at-taqwa min Allahi wa ridwanin khayrun amman assasa bunyanahu 'ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Thot Allahu tebaraka wa taala, cili është më i mirë, thot, cili është më i mirë, ai që themelet e godinës së vet i vënë për kushtim ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vënë në bregun e gryer dhe që rrokulliset me të në zjarmin e xhehenemit. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin keqbërës. Në këtë ajet, Allahu te baraka wa taala na tregon se ne shtëpitë tona duhet t'i ndërtojmë, themelet e shtëpisë duhet t'jenë në themele të tagvallakut, në themele të bindjes ndaj Allahut. Tagva apo fjala taqwa, që me përkthy në gjuhën shqipe i bjen përkushtim, devotshmëri. Për me qenë shtëpia e përkushtume, ajo duhet më konë e ndërtume në bazat e islamit. Edhe ajo atëherë quhet shtëpi dhe mbet shtëpi. Për atë shtëpia muslimane e cila është e ndërtume në bazat e devotshmërisë,
Shqo që kanë thonë disa djetarë, kanë thonë shtëpia islame është e ndërtuar mbi devotshmërinë, shtylla e saj është frika ndaj Allahu subhanahu wa taala, litarët e saj janë veprat e mira dhe kopshti i saj është zbatimi i urdhave të Allahut. Domthonë një shtëpi që i bindet urdhave të Zotit, punon me urdhat e Zotit, ajo quhet shtëpi. Ajo është shtëpi që Allahu subhanahu wa taala e ka kërkuar prej neve. Allahu te bareke wa taala tash në librin e tij me vëmë e marrë me shiqu, ka plot porosi që na porosit që ne të kemi një kujdes edhe na tregon se kemi një amanet përballë familjarëve tonë, përballë shtëpisë. Allahu te bareke wa taala thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besu, kjo thirrje për përgjegjësa, se cili që i thojmë në gjuhën e popullit i Zotit i shtëpisë. Kjo është bare Zotit shtëpisë. Është bare ti që më frigu Allahut me rujt veten edhe me rujt familjen për zjarmit xhenemit. Na për fat keq në kohën tonë ka plot prej neve që na kujdesem për shtëpi, e vërtet është, kujdesem për muret e shtëpisë, e ndreqim një shtëpi të bukur, e mirëmbajmë ato, kujdesemi për pastërtinë e saj, pastaj e zbukurojmë, pastaj e mbushim edhe me ushqime të lloj-llojshme, po na nuk po flasim për këtë përgjithësi. Kjo një pjesë e familjes, edhe kjo është e kërkuar. Edhe këto duhet me e bo, me pas një vatan tondin, me ushqy mirë që ata familjare këtë, po kjo nuk është qëllimi i familjes. Qëllimi kryesor i familjes është në radhë të parë fëmijët me eduku në frymen islame, shtëpia me pas, me qenë shtëpia imanit, shtëpia besimit, në shtëpi me pas ezan, në shtëpi me pas ikamet, në shtëpi me pas namaz. Ajo shtëpi që s'ka namaz, ajo dhe nëse muret i ka të arit me i pas muret, e shtrojen me pas prej margaritarve të shtrejt, e diamante, e qka të du thujtash, nësja filozofat qka të dush, po nëse namaz në to s'ka, iman nuk ka në to, vëllaj, e së është kur gjojq. Ma mirë është njeri u mërnu, qoftë edhe një kasol, që ajo s'ka asë një vlerë materialet të saj bote, por se në të ka besim, ka iman, vallahi me e mirë që ajo shpi, se një shpi dhe më thonë luksoze, po në ta kur nuk ka njerë që i bëjnë sejdë Allahut, që e madhrojnë Allahun, që e lexojnë librin e Zotit. Atër qëfar, a na për fat keq jetojmë një kohë, sinqerisht ju thamë, na garojmë, tash jena në kohën e garimeve, kur secili me zbukuru banesen apo shtëpinë e tij me bo ma bukuron, apo të po them, kjo nuk ka diçka që është e ndaluar fetarisht, jo, që të kime jetuar që ato, po mos me qenë prioritet i jetës kjo. Mos tjetë kjo dhe më thonë me i këqyr a i kom zaret e 2.000-3.000 eurove, sa ato zaret nuk qojnë gjennet. Wallahi jo, as a i ke ato far kauqat, a i ke marrë dhe të tëtë ato shtretrit i ki Versace, a ku ta di unë e qka, wallahi billahi së qojnë gjennet ato. A i Rasullu konë sallallahu alaihi wasallam, vulja e pejgamberve, njeri u më i mirë, më i dashur të Allahu, s'ka me pas njeri në ftyrë tokës, që ka me shkel këtë tokë njeri më të mirë se Muhamedi a.s. Wallahi billahi, me bo me e marë, me përshkru shtrojen që e ka pasën shtëpinë e ti, jo me kajt, po ku katë njeri pivajit, qëfar kushtet të vështira i ka pasë alayhi salatu wassalam. Që për përshkruj veç një moment për momenteve të jetë shkrimit ti. Njëherë për herave, Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu ka shku me po pejgamberin s.a.s. E ka një shkak kjo, po këta s'po du me përmend. Kjo ngjarje ka ndodhur kur pejgamberi a.s. është nervikos pej grave, ka ndodhur një ngjarje mesin e grave, edhe ka vendos me i lshu gratë krejt, me i lshu, me i bot talak.
edhe ka ardhur Hafsa te Omeri radiallahu anhu, Hafsa radiallahu anha, qika e Omerit, ka ardhur i ka thonë kështu bab. Tash Omeri ka dashur shumë e vërtetu lajmin. E qëto është ngjarja që po na intereson, se kjo tjetër ngjarje, s'po du me përmend që me çka na ndërlidhet me ata çka e thash, kushtet e tij të vështira që i ka pas alayhi salatu wassalam. Edhe Omeri kur u shku me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur o hi, thot e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i shtrehet në një cep të shtëpisë tij. Edhe tash që thot ka qenë shtrem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ngrit e ka pa Omerin o ul, thot në trupin e tij ja kishin bo ato hasrat këtë via trupin. Hasra, a din çaj në hasra, jo këto hasrat tona, a din te xhamia ty kur del jashtë pisha ato sa i thënë hasr, po nuk o kësena, ajo kon pej kashtes të mbarume, dhe ato jo po kjo ma shumë e plastifikume është. Ajo kon pej thoprave që i kanë bo përpara, domethënë ajo kon më ushtren të ka dhim trupin ta. Edhe ja ka bo trupin këtë via pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa Omeri radiallahu anhu trupin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu ja ka nis me kajt. Ka thonë ja Rasulallah, ka thonë i dërgumi i Zotit, mbretërit e Kisras edhe të Kajserit po flejnë në përshtretër të mendofshit me kushtet mira e ti Rasulullah, vulja e pejgamberve në hasër, ata mbarojmë ja Rasulallah një shtrat, ta bojmë një shtrat diku më të komod me pas për me flejtën ta. Që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit? Ka thonë, jo Omer, a nuk donë që ata me pas dynjane në ahiretin? Me këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo një porosi e madhe të dashurit e mi. Wallahi kena nevojë sidomos në zemonin ton, na që ti zemonit shekullit 21, na musliman të shekullit 21, musliman të vitit 1446, kena shumë nevojë që ta me kuptu. Se gjejmë prej neve lodhet bre wallahi billahi, ka prej neve që 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet tu nga mbas loqit, mbas malterit, këtë jeta i shkon prish ndreq, bone i shpi, ndreqe i shpi tjetër, në fund qka në fund? A pe merë me veti, ama kure vetë këtë miskin që ka jetu 50 vite, 60 vite, i thush, po mirë be që to 60 vite, që të begati që Zoti të ka jep, që të shëndet, që të pasuri, kush të ka jep ty këto? Po tjetër që njeri normal që i kom mend në kokë, thot Zoti ma ka jep, po ti për Zotin qka e tu bo? Qa e tu bo ti për Zotin? A e që të krytën sejzde? Jo. Tash është për qudime do njerëz gjithë qka din për dynjo, gjithë qka din për dynjo, ama kur ti fol për ahiret është zero. Wallahi një njeri me pas kësi jetë, me pas jetë që nuk din asgjë për botën tjetër, vallahi kësë është jetë. Këta jonë gjallë fizikisht, ama këta jonë dëvdekur për zgjalli. Këta jonë njerëz dëvdekur për zgjalli. Ai cili e përmend Allahun, edhe ai që se përmend Allahun, pejgamberi alayhis salam na ka tregu shembullin, dallimin mes këtyre dy kategorive të njerëzve. Na prome kem përmend ligjërat. Ka thonë methelul ledhi yadhkurullah wal ledhi la yadhkurullah ka methelul hayy wal mayyit. Ka thonë shembulli atij që e përmend Allahun edhe atij që se përmend Allahun është sikur se shembulli i gjallit edhe të vdekurit. A përshek kur ne po thëmë se këta jonë të vdekun për zgjalli, tash dikuj mundet me jarë zërë, thëtë pse po thëtë hoxha kështu, oj dashur jam, une kom një referencë temen, që une e besoj që është referenca e duhur, e ajo është fjale Allah subhanahu wa ta'ala. Për mu, piknisje e gjdo gjeje në jetën e kësaj bote, është libri i Zotit edhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e jemja, une nuk po të shti me zërë ty me i marë referencat mija, po, une kom qef, edhe mundona me ta spjegu edhe me të bindë që kjo du të me qenë referenca jote, ama në me zërë nuk të shtim ty, nuk të shtim në me zërë ti me marë Kur'anin edhe sunnetin e pejgamberit alisam referencë, ama mos e i etiketot tjetrin që e ka përzjedh, me jetu ashtu që shka thonë Zoti.
Po them sinqerisht, kjo temë është temë e madhe. Këtë temë nuk trajtohet kjo me 30 minuta, këto duhet me trajtu gjanë e gjatë. Kem nevojë se cili prej neve, se ne shtëpit tona nuk di qysh mja u qit emnin, qfar shpi na u kanë bo. Shpi kus ndjet e zoni, shpi kus falet namazi, shpi kus lexohet Kurani. Ndërsa, shpi që pijet alkoholi, sa dush, shpi që ka muzik, sa dush, shpi që s'ka namaz, sa dush. Ja ki po këto vetë disuse që i kanë bo në për rrjetet sociale, pe qesin tha, tu i nimru së fërë, dritat e banesa, muslimon ka një, dy për një, mos ga bo me dalë në banesa me i këqyr dritat, se dvjen keq. Edhe pse s'po thom çdo herë se mund të dikur do shta ka hongër së fyrin ma herët, nuk ka kjo kriter, po du me dalë ku, po du me dalë të kena kriz. Vëllaj billaj, babalar ton, gjyshrit ton, me krejt metat e tëne, ka pas ert islamit në shpe, i ka ardh era islam. Kjo është svit të në kohën e tonë. Për atë arsy, shtëpit duhet dhe të thot, shtëpit duhet me qenë shtëpit imanit. E këto këtë përgjithësi për me qenë shtëpi islame, është amaneti. Bara bjen të krye familjari, të baba edhe të nana. Baba edhe nana jonë ata që kujdesen. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe njerë po thëmë, thot në Kur'an, ja ejuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Oje që keni besu, ruaje një veten edhe familjet e juja për zjarë me gjehenemit. Vëllaj, zemra kur e shen një prind, për shembull, që e marrë një shembull, po du me pru një shembull që na e na qëta. Për shembull, e ke që djallin shkollë, sikur se kretë na që i qënë fëmijë të shkollë. Me bo me tirë që tash kujdestaria, apo mësusja, me thonë, hajde se djallit e ka qa kryt. Qka bojmë na? Me e herëpim, kjerë me shku me këshyra, po. A e bojmë qëta se bojmë? Kjo që ka të bëj, me kujdesin edhe duhet, po, e vlad, joti, dush me nga për të shumë bukur. Po çdo ditë Zotit e vlad tu e ndin e zonin, edhe flejnë të si qënë më u falë, nuk i thirë namaz. A pejgamberi a.s. kur ka udhëtu në Isra dhe në Mi'raj, tu i kalu qejt, ju e dini që pejgamberi s.a.s. e ka pa dhe kanë, e ka pa gjehenemin. Edhe i ka pa njerëz në gjehenem, lloj kategorit njerëz dhe si pas gjynave tyne të u denu. Një pej tyne, thot e kom pa, thot pejgamberi a.s. një njerit madh, me një gurit madh, një tjetër thot të kom të tirike, edhe jalshon të thot gurin kok, ja shtyp ke koken, e hoqaj ke gurin, e heke, pastaj ju kthej ke koka, non stop e prej ke kështu, i thash Gjebrailit, kush është kë? Tha, ky është ai i cili tha e ndëgjon ezanin, edhe si përgjigjet ezanin flen, në kod namazit, ik namazit u flejt. La ilaha illallah. Me po djalin ton të jalshu dikush një gurin kry. Qka i bën ti për ta? Ti që se qënë e vladin mu falë, ti që se urdhën në e vladin tënë mu falë, që gërullë s'po i bëj muhabet, ose du të më ko muhabetet kryme. Unë po vlas me fmi që duhet pak një trajtim, pak ma të kujdesem se s'marin vesh, jo në dvegjel, se me pas gërullë shpe. E gëruja namaz mës me bo, kjo për mu është avton no sense, no comment, s'ka comment. Këto është një problemi madh avton. Allah i billaj, ti që ke bind gërun me lon nanën e babën, je ke bind me lon nanën e babë vëlla, dush me bind edhe gërun e namazin me bo. Edhe për thëmë, pasha Allahu po, për thëmë se shumica e ndjem të ri, zban, vallaj billaj, nuk ban me marrë një grupa namaz mu martu për ta. Haram është, mërë një vesh këtë punë. Se ka njerë vinë dadë, po thëmë subhanë që s'pi vjen varë, vjen, hoqë dashore, a nisë me ma ly me kase, me ma ly me akull, kryte, hoqë dashore, a ban be tani unë i bëjt davet, zban, haram është, haram, pik, zban, nuk ban,
S'ka diskutim këto muhabete. Unë e di që agenti një të bën rafshë, të hajtë ti se i bën davet, të rëtë bën davet e ty e lën sope, i asën e në hi, që shtu tani, valla po lyp gruja me dal, se gotja përmenda emnin, fillën veni, po të lyp me dal gruja, se ke marti grun me qitë ka me të thonë, hajde me shku në gjami, ka me lyp me shku atje, ta shti para me do, namazlia, shkon një vend ku s'du të me hi. Namazlia në diskotek. Haxhi në diskotek. Këti du të me thonë Haxhi Kastravec. Mas pak ti shka mund është me thonë, që du të me thonë? Ti ja vendosu më bu Haxhi tamam, e muslimon tamam, ja me misken, ja me sisken. Ka dhe ndej dhe këtej. Jo laraman, udkhulu fi silmi kafe, thëtë Allahu. Kur të në fejhë një komplet. Në fejhë du të me hi komplet. Vallaj për thonë këto me pëse zemra për më dhe për djemë betri, që si kullera, e kanë bo kompot dinin e kanë bo. Unë e njerën ka të ndodhë verës, ka jo sajonara anet atje ku i ka që i marën tostat e hamburgerat e mirë, hajtë që është fëmija të shku mi marë fëmive, krath fëmive të hungër dhune, po ka lej ka i kafi që aty vlej ke kafi që tonat selam ma jepen, u këthu e vaj her pikëshyri dhash, mos jo në gjami mëre, mos jo më hinë gjami ka badejova. Muslimani nuk rinë gjithë ka. Muslimani si ka hije me në gjithë ka. Wallahi si ka hije muslimani me gjithë ka. As muslimanit, as muslimanës. Ja, wallahi muslimani i zgjidh vendet. Ko han pok, ko rrin, ko pin kafe. Du të me zgjidh këto vende. Du të me dit. Ku po rrin. Për atë arsy, përgjithësia është e familjarit, që ata pejgamberi alayhis salam që ka thot, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Që gjithë ju, thot pejgamberi alayhis salam, jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufen e tij. Çfarë shembull e ka pru? Ai po e thon këtë gjuhën tonë, çobani. Ai çobani kur del me delet e tij me bo mos me i këshyr, me i lon me shku ka u ishte andej gjysën ja hojnë, gjysa bin pru atje, du të me i këshyr. Edhe baba, nana, vallahi billahi na kena në zemonin ton, që që kanë thonë do prej ulemave që më ka pëlqy kjo fjale tënë edhe e kom marë, e kom regjistru të për me enda, me përmend me ju thot. Wa ra'iyatul bayt fi Ramadan wa ghayrihi yaqumu bi amrihim. Thot kujdesja e shtëpisë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit ngritet me disa çështje. E para, bis sala. E para me namaz. Namazi. Nuk ka tolerim namaz, nuk ka tolerancë, nuk duhet me pas tolerancë, nuk bën. Vallahi ndoshta pak ti ngëllon, thot vallahi i vërosh, më mirë pak i vërosh se tani kur ti bën ai djali 7-18 vjet 19, mos hajte tani te xhamia u hoj se s'po ndikon djali, ja vallahi se ka dhënë vet. Se ka dhënë vet me eduku djalin çu duhet. Mas sporti me mësu, me qitë krytën seze, me madhru Allahun te bareke ve taala, edhe kur e bën këtë punë, tani ti e fiton razinë e Zotit. E fiton kënaqësinë e Allahut. Allahu kur e ka lavdu një pejgamber pi pejgamberve, e ka lavdu në librin e tij. Merrni surën Maryam. Në surën Maryam Allahu prej fillimit surës Maryam e gati deri në fund këtë sillet rreth pejgamberve. Bazamenti i surës është ngjarja lindja e Isait alayhis salam, po përmenden ato pejgamber të mëdhej. Një prej tyre që përmendet, që ndërlidhet me temën tonë, është Ismaili alayhis salam. Çka u kon Ismaili? Ismaili ka pas shumë veçori, po një veçori që Zoti e ka përmendë dhe ka dalluar dhe na e ka përmend Kur'an që na më marr për shembull ato wa kana ya'muru ahlihi bis salat. Thot e ka urdhë familjen e tij me namaz. Wa kana inda rabbih mardiya. Thot edhe te Zoti i tij o kon çka i kënaqur Zoti me to. A do më kon Zoti i kënaqur me ty? Apo don që Allahu me qeni kënaqur me ty, urdhënoj familjen tonë me namaz. Pasha Allahun ato shtëpi që kanë kësi babe, kanë nanë, na kena nevoj për një babë edhe një nanë që kujdesen për evlat e vetë mas parti mja u instalun zemrat e tyre dashurin ndaj librit Zotit.
edhe ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai fëmijë që rritet çdo parime, pasha Allahun, betona në Allahun subhanahu wa taala, edhe në shkollë ka me kon më i miri, edhe në shoqëri ka me kon më i miri. Çalimet që ndodhin, tash ti mund të më shkojmë, Allahu unë hoqë ngja, filan djalin e filan namazlis, hiç djali mirë s'është. Vallahi edhe me pëthëm me plot goj, çaj filan djali, filan çati filan namazlis, edhe çaj filan namazlia, vallahi s'është musliman i mirë. Se më konë musliman i mirë, vallahi kish me jep hakin mas fort e evladit vet. Ja jep evladit vet. A mundet Allah me na sprovu, me na dal evlad tek shqipo se i ka sprovu edhe pejgambert. Nuk po du me dal kontraditor me ato që ka thash. Ama hajt t'ja bojmë në hizmetin e pejgamberve, t'ja bojmë hizmetin e Nuhit a.s. që që ka bo evladit vet. E kur i ka dal evladit qafir tani thojmë, ama e len djalin smerët me ta, qëtit në me disa, vjen taravi, me fal taravin vjen me fal, evladit në vetë se merë, e djali vetë për namaz, qika vetë për namaz, vjen ligjeratat, po flasë e jashtë Ramazanit, jo ligjeratat javore, vjen vetë ligjerat se uq, ama evladit në vetë se merë. Ti s'po kujdesë është o i dashur jam, ti s'jetu marë me ta, se ka merësh me evlad, e kime e përgjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe njerë po thëmë, shtëpia muslimane ka nevojë për një bab të menqur, edhe për një non besimtare që përkushtohet, apo që përkushtohen, që mos me nëndi këto feministet, se tani me njerë në quhen, dhënë, qërë belen barën veç të nana, jo, babe non, dytë përkushtohen edukimin e fëmive. Sikur se që përkushtohem, me apet po thonë, se s'du me bërë mesazh dikush të gabum, nuk jam të thonë në që mos mu shkollu fëmija, jo, fëmija du të mu shkollu, që është për i rim gati shkollës, mi ndet gati edhe fesë. Se i hypim kerit bas parti, në shkollit që i me kërë. Ne, vallar, tas në kanë që heq në kanë që. Elhamdulillah, shëqër Allah që jënë bëkushe, qani, qani fmit. E qënë kurs fmin, bravo, po mësën anglisht, hush be pa që shfolë anglisht, ama unë pak jom një farë bajatovi, po me rak me obo bajasi, vjen me dhe a din me lezu gjallit Kuran? Allah e din matematike, informatike, astronomi, gjeshka, s'dil me lezu Kuran, sëfër, zero është, farbuot zero, apet po thëmë, si pas referencave të mija, që dikush kur të ndegjon këto mos thotë që ky qora sa jep zor. Po unë jep zor, se unë besoj që walal akhiratu khairun wa abqa. Akhireti o më i mirë dhe më i përjetshëm. Ç'është unë besoj. Allahu s'ka me vetë ditën e Kiametit, a e ke ditë tabelën e shumëzimit. Apo pse me mos me ditë tabelën e shumëzimit, duhet me ditë. Ama Allahu ka me vetë e fal. Allahu s'ka me vetë ty e kon doktor i shkencave, akademik. Sa akademiki ko me hin xhenem. Wallahi ko më mbush xhenemi me ta. Ose ke besu Allahun, se ke qitë kytë në sejde, nuk levizin kont e robit në varin e ti, pa pyt për namazin e ti. Pytja e parë, në varë si të lëshohet të robi në varë, edhe largohen, që shka në hadith pejgamberi s.a.s. e përcjellin, thot, robin e përcjellin 3 gjëra, familja, pasuria edhe veprat e ti. Kthehen dy, kthehet familja dhe pasuria, mbesin veprat e tij në varr. Si të lëshojnë në varr, larguja nis me indi ka në hadith, thot yasma nafqatun na'alihim, indegjon thot krismat, kpucave, këmbëve të hapave të largu, indegjon i vdekuri. Si të largon thot, vin 2 melek edhe ulin, munkeri edhe nekiri. Pyetja e parë, man rabbuk? Kush o feja jote? Kush o falem Zoti jot? Man rabbuk, kush o Zoti jot? Men nebijuk, kush o pejgamberi jot? Me dinuk, cila feja jote? Qëto kur ti përgjigj mirë, tjerat vin malet. Qëta Uthmani edhe pe përmbylli, sërt koha edhe e zanit, Uthman ibn Affani, radiallahu anhu, ky buri i madh, khalifa i 4 i drejt, kur ka shku dashurit Emin Vareza, në varim, edhe këtu e kena një musibet që tash s'kam qare, se mu kanë qut do farvorime, mu si gjematit tanë, po bjetë që të ditë pak bashkëbesh me shgurvorime, kur bisha një kuku në Ramazan, do me cigare, do më, amon ja rabbi, a kanë mëre këta ftyra, u tanë, a kanë ftyrë që s'vjen mbare, po t'ja agjeron, as agjeron, po heq beso t'u mandit, t'ja agjeron, as agjeron, se gjehnemi në zenë sa dush.
Te e përcaktona do me hinë gjennet anë gjenem. Po s'paku respektojnë ndjenjat e njerëzve, kur janë varim me cigara aptar. Kategoria e dytë, pas duhon gjive, muhabet qitë e vërimeve. A ty të e varos njerin, ata kajnë familjarët, a njënjët e ka zënë vica, këtë jetër kesh atje, thushin shku dasën. A Othmanit dashurit e mi qështu shkohet të varim, qështu shkohet të varim. Jo në varim që shabotin kohën tonë, varimet në kohën tonë një bo më nafiklak hesapi. Hipokrizi, veç dhe të më sheqë jo në kohën në varim. Garanci jo me më po. O Allah i dashum, nëse shkon në varim me a falë gjenazën, e me marë me e bëjt qatë gjenazë, e me mblu qatë gjenazë, zdi pëse pa shkon në varim. Ti po, shëtitje pa buk po, se vap s'ka. Ai që shka veç mu do, që aty se vap të zoti s'ka. Nuk s'ja falë, të tash para me do, s'ja falë gjenazën babes, laj Allah. S'ja falë gjenazën nanës. Nuk shkon me mbulu nanën e vetë, babën e vetë, biqit dhe aty, vjen barë me kapkacin, se i bin qinat. Ama që shkohet në varim dashurit e mi, dhe gjaja Othmani radiallahu anhu, thot kur shkonte në një varim për i varimeve, kur afronte të vari, thot nishin lot me i lotu syt, i loteshin syt qante. Edhe i thëshin, ma heki dikur sale, ma oq, mos mandal filmin, mandale. Thot, kur afronte të vari edhe qante, Othmani radiallahu anhu, edhe e pëqin i thëshin pse po kanë. Çka thoi kjo Othmani radiallahu anhu? Thë kjo është stacioni i pari ahiretit. Vari është stacioni i pari ahiretit. Nëse që tu është mirë, ma andej do tjetë edhe ma mirë. Allah i duhet me mendu këto. Mësu mashtro se jesh nosh. Mësu mashtro që jesh nosh, sa adin sa kush o ka vdek të konsh nosh. Po as një smundje, hiq. Tha, ta prap të na. Tha, e ki pati në afishe, pa prit mas, tha vdiq. Po, për ty e për mu pa prit mas, a mas është ka pa prit mas. Kur o kon bark të nonës vet atje në mitër, kur o kon kë e ti e unë e krejt, kër i nagon mitrat e nonave tana, tu ka caktu e gjeli. Ajo të hargjohet, unë e kom marrë një shembull me këta për përmbylli. Si telefonin e ki pa, kur e mbush 100% telefonin, qashtu është jeta, si të delnë këtë dynja 100% i ki. Ama telefonin kohë pas kohë mund është me mbush jetas, ajo 100% shi shkon të ra. Tani, pak para dekes, shumicës njerëzve Allah ja u qënë alarmin, si telefoni. Pa kur delnë të kuqe, ban tit, dhe ve kështinë më mbush. Edhe të njerëzve, ju vinë alarmet në stop, e shë që qaj ka qenë shumë i fort. Ka pos takot, ja ka nis me i rot takoti, ja ka nis mu zbard, ka nis trupi i ti, lëkura e ti që e me zlejke, ka nis mu rrudh. Edhe apet hala këtë në zezës të lëveqit. O, Zotin a përmesoft, ja Rabbi, na bof Rabb ti të mirë, e na bof për aty në Rabb vetë sinqert, e na bof që me punu për ahireti, bota tjetër, me qenë për ne prioritet. Ai që e ka botën tjetër prioritet, jetën këtë dynja ka me pas me marifet, ka me pas me lumturi. Wallahi billahi po. Allah te bareke o taala ka premtu, po tash kjo se këtë tem hop. Allah te bareke o taala na ka tregu, ka thonë men amile salihan min dhekarin au untha, kush bon punë të mira, qoftë mashkull apo femën, duke qenë besimtar, wa huwa mu'minun, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, ka thonë kanë me abu jetën e mirë. Pasha Allahun, jeta e mirë është me Allahun. Jeta e mirë është me besim. Çdo gjë jashtë besimit ajo është sıfër, është zero. Allahu na e shtoft besimin, na e zbukuroft në zemrat tona, na i bot shtëpit tona me qenë shtëpi ku ka iman, shtëpi ku thirret ezani, shtëpi ku ka namaz, shtëpi ku lexohet Kur'ani. Aty ka kem qello për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. العطايا والوجود يا مرحبا